Kino hyrje Hana, duke qëndruar në sinkron me kinematografit botërore, çdo javë kujdeset të sjell për adhuruesit e botës të filmit, premiera e filma nga më të shikuarit ndërkombëtarisht. Këtë javë do të shfaqen dy premiera, Project Hail Mary dhe Scary Girl, si dhe nuk do të mungojë rikthimi i filmit të shumë kërkuar, The Lord of Rings: The Return of the King. E premta fillon me shfaqjen e filmit Loja e fundit në ora 18 dhe përmbyllet me premierën Project Hail Mary në ora 20. Dita e shtunë do të ketë një repertuar të gjerë të shfaqjes së filmave, duke filluar në orën 13 me premierën Scary Girl, për të vazhduar pastaj me filmin Reminders of Him në ora 15, filmin Project Hail Mary në ora 17 dhe përmbyllet dita me rikthimin e filmit The Lord of Rings: The Return of the King në ora 19:30. Ndërkaq sa i përket ditës së diel, nuk do të mungojnë zhanre të ndryshme të filmave që do të shfaqen, duke filluar me filmin Hoppers në ora 13, për të vazhduar me filmin Scary Girl në ora 16, Loja e fundit në ora 17:30 dhe java përmbyllet me filmin Project Hail Mary në ora 20.